Atër me qenë se janë plotësuar kushtet, gjykata merr atë vendim që seanca e shqyrtimit kryesor të mbahet. Seanca është publike, fillon në ora 9:25. Atër ftohet i autorizuar i padisë dhe deklarohet, po avokatët keni fjalën. Besëm edhe me tutje, bas padisë dhe padisë. Pashtu si pas seancës së kaluar, të datës 9/6/2026, ka mbetur që të deklarohemi në fjalën përfundimtare prandaj duke pasur parasysh edhe rekomandimet e Gjykatës Supreme të Kosovës, respektivisht ai vendimit të datës 17/4/2026, e cila për arsye të shkeljeve procedurale të gjykatës themelore dhe asaj apelit, e ka kthyer në rregjykim këtë çështje kontestuese, duke i dhënë edhe rekomandimet si të veprojë tani gjykata themelore në Prishtinë. Pikërisht, mbi këtë bazë, pas aprovimit të dëshimit padisë në pikpamje të lartësisë, sipas parashtesës së deponuar në gjykatë me datën 14/09/2022, e cila kjo gjykatë e ka aprovuar në seancën e kaluar, ne edhe me tutje mbesim pas parashtesës së dorëzuar, respektivisht fjalës përfundimtare të datës 14/9/2022, dhe pas administrimit të gjitha provave të nxjerrura më herët, kërkojmë nga gjykata që të nxjerrë atë gjykim të aprovohet të kespadia dhe padia e padisës Zotri Farok Kukaj nga Prishtina në tërësi, si bazuar në ligj, vërtetohet se paditura ka kryer veprime apo mos veprime diskriminuese ndaj padicit, të detyrohet e paditura që të eliminojë të gjitha veprime diskriminuese ndaj padicit, si dhe t'i ndalohet të paditurës kryerjen e veprimeve diskriminuese në të ardhmen, e të cilat shkelin ose mund të shkelin të drejtën e padicit në të ardhmen. Në kohë detyrohet e paditura që të bëj shpërblimin e dëmit, vizë kompenzimin për dëmin material për karrocë, shumën 150 euro, për një asistent nga viti 2015 deri në datën 14/9/2022, shumën sipas pagës minimale të atëhershme
në vlerë 250 euro neto dhe në total shumë prej 21.000 euro, si dhe 2 milion material për dhimbjet shpirtore dhe frikën e përjetuar të padicit për periudhën nga fillimi i vitit 2015 deri në datën 14/9/2022 dhe atë shumën e përgjithshme 300.000 euro e që në shumën e përgjithshme për dy dëmet material dhe jo material për periudhën nga fillimi i vitit 2015 deri në datën 14/9/2022 shumën e përgjithshme 321.150 euro për shkak të diskriminimit të rënd të shkaktuar nga shkelja e të drejtave të mbrojtura me ligjin e diskriminimit. Të urdhëroj afatin më të shkurt për ekzekutim, se sa është përcaktuar me ligjin përkatëses për diskriminim dhe ligjin mbi procedurën përvarimore. Në ngjashtë të urdhëroj publikimin në media vendimin gjyqësor, përmes të cilit vërtetohet shkelja e së drejtës për trajtim të barabartë. Po ashtu kërkojmë edhe shpenzimet e procedurës për përpilimin e padisë 104 euro, precizimin e padisë 104 euro, për përfaqësimin për 4 sonte të mëhershme, secilin nga ato nga 135 euro, për 3 ekspertiza nga 150 euro, për 3 ekspertiza nga 150, 120 dhe 300 euro. 150, 120 dhe 300 euro njëra. Ja që në shumën e përgjithshme 1.318 euro. Sipas tarifës së odhës së avokatëve të mëhershme dhe ekspertizave cilat që ndjerë, si dhe për 2 sonda të tanishme, sot dhe me datën 9/6/2026, shumën për 1.940 euro. Sipas tarifës së re të avokatëve të Kosovës. Faleminderit gjyqtar, nuk kam çfarë ashtu. Me sa të shkapa. Pjesën tjetër, mbesin në tërësim pas parashtresës së dorëzuar në datën 14/9/2022. Konsideroj që gjykata pas rekomandimeve të Gjykatës Supreme do të vërtetoj padinë e kryesarinë e padicit për diskriminim dhe të kompenzoj sipas precizimeve në këtë parashtresë.
Faleminderit. Atëherë ftohet e autorizuar e të paditurës. Komuna e Prishtinës mbetet pranë të gjitha deklarimeve të dhëna më herët, përfshirë përgjigjen e padit dhe fjalën përfundimtare të datës 14/09/2022. Konsiderojmë se paditësi nuk ka arritur të dëshmojë ekzistimin e diskriminimit, trajtimit të pabarabartë apo ndonjë shkelje tjetër të drejtës së tij nga ana e të paditurës. Andaj, mbetemi në tërësi pranë qëndrimeve tona dhe kërkojmë që kërkesëpadia të refuzohet si e pabazuar. Nëse s'keni propozime për prova të reja, atëherë gjykata ka lënë administrimin e provave. Lexohen të gjitha provat të administruara në proces verbalin e seancës së shqyrtimit kryesor, numër CNR 366/18 të datës 6/9/2022, dhe bëhet shikimi në fotodokumentacionin e bashkangjitur në padi, raporti vjetor i vitit 2019 i përpiluar nga avokati i popullit, vendimi i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Departamenti për Pensione i datës 8 dhjetor 2017, së bashku me kopjen e libresës së lëshuar nga ndikosi, bëhet shikimi në fotografitë e bashkangjitura në parashtresën e datës 25 janar 2021 dhe dokumentet përcjellëse të bashkangjitura në këtë parashtresë. Lexohet raporti i vitit 2016 i përpiluar nga Komuna e Prishtinës, ekspertiza lemisë së urbanizmit e përpiluar nga ekspertja gjyqësore Medina Qeko, ekspertiza mjekësore përpiluar nga eksperti Gani Alilaj, dhe ekspertiza mbi vlerësimin e dëmit në karrocën e paditësit e përpiluar nga eksperti gjyqësor Bajram Latif. Keni vërejtjen provat të administruar? Falëndërgjyqësi pa vërejtjen provat të administruara. Atëherë me qenë se procedura e provave përfundoi, kalohet në shpjegimet përfundimtare të parë. I autorizuar i paditësit e ka fjalën, po. Pas administrimit të provave, konsiderojmë që vërtetohet fakti vendimtar se e paditura ka bërë shkelje ligjore diskriminuese ndaj paditësit, ashtu sikur se edhe gjykata themelore në Prishtinë me gjykimin e datës 18/10/2022 me numër CNR 366/18 dhe gjykimin e gjykatës apelit të Kosovës të datës 22/4/2025 me numër AC.NR 8135/2022, cilat kanë vërtetuar padin dhe kërkesëpadin soi përket bazës ligjore, dhe të njëjtat kanë konstatuar se ka diskriminim nga e paditura ndaj paditësit Zotëret Farok Kukaj, dhe e njëjta lënë është kthyer nga Gjykata Supreme vetëm për çështje procedurale sa i përket kompenzimit të dëmit material dhe jo material, e cila Gjykata Supreme i ka dhënë edhe rekomandimet e saj. Prese, prandaj konsideroj që këtë që e thash si më sipër është përgjigje direkte ndaj deklarimit të sotëm të paditurës
se nuk ka arritur të vërtetoj diskriminimin palici me asnjë provë. Pikërisht, prandaj tani më pas vendimet të Gjykatës Supreme, ne besojmë fuqishëm se në Republikën e Kosovës ka drejtësi dhe po vehet në zbatim kjo drejtësi dhe ne si paditës mbesim tërësi mbas padisë dhe kërkespadisë, respektivisht parashtesës së dorëzuar me datën 14/9/2022, e cilin e elaboruam në këtë seancë petitumin e padisë dhe kërkespadisë. Pikërisht, kërkojmë nga gjykata që ta aprovojnë në tërësi padin dhe kërkespadin e padisit Farok Kukaj, siç e elaboruam më herët në këtë seancë. Faleminderit. Pas administrimit të provave dhe shqyrtimit të çështjes, mbetemi pranë të gjitha pretendimeve tona të paraqitura gjatë procedurës. Vlerësojmë se nga ana e paditësit nuk është provuar asnjë veprim diskriminues nga komuna e Prishtinës. Për këto arsye, duke pasur parasysh të gjitha rrethanat e çështjes, i propozojmë gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit ta refuzojë si të pabazuar. Faleminderit. Atëherë, me qenë se përfaqësuesit e autorizuar palën ndërgjyse kanë parashtruar shpjegimet përfundimtare, gjykata merr vendim, seanca e shqyrtimit kryesor në këtë çështje përfundoi. Gjykimi do të përpilohet brenda afateve të përcaktuara me dispozitat e ligjit të procedurë kontestimore dhe do të komunikohet palën në mënyrë të rrethtë.